Pragfestat janë dhe ditët më të vështira për shumë familje të cilat e kanë të pamundur festën për shkak të skamjes dhe varfërisë me të cilën bashkëjetojnë çdo ditë. Ne ndaluam në qytetin e Pukës ku familjet në kufijtë të pamundurës të duket se nuk kanë të sosur. A mund të besosh se në mesin e të ftohtit që sjell dimri në Pukë, dikush të jetojë në një çadër ushtarake? Po, ky është fati i familjes Ardian Laçit, i cili pasi bëri një kthes në jetë, duke ikur larg rrugës që kishte nisur, sot përballet me skamjen e mjerimin, larg atmosferës së festave, i bindur se Krishtlindjet dhe Viti i Ri deri tani mbeten për të thjesht emra ditësh të shënuara dhe asgjë më shumë. Ju keni bler dhurata kalamajve për Vitin e Ri? Ku ka dhurata për kalamaj, nes për na del me humër bukë. Jetojmë vetë i kodit me një përkraje sociale për i 40.000 lekë të vjetra. As si fartarë tjetër nuk kam. Po kështu në çadër, në këtë çadër jetoni? Po, në këtë. Si do bëni për festat rresht? Nuk e di. Pak më tutje, një tjetër çift bashkëshortësh të cilët kurrë nuk ju gëzuan të pasurit një fëmijë, presin festat në kasollën në të shembur të tyre. Zef dhe Eliza Manushi shprehen se nuk kanë me çfarë të festojnë festat. Ma mirë, s'kena se më po, na në shef kena në mirë, po s'kena me shanë në rana. Të kjo kasollja jetoni? Po. Me të njëjtin hall jeton dhe Flor Prendi, mielli të cilit në këto pragfestash është në të sosur, ndërkohë që të ardhurat e vetme që ai siguron janë ato çfarë gjen në kontinjerët e mbeturinave. Për zotin, ju disi vazhdimisht para jam si këtë gjendje jam mund pres Krishtlindje për shembull, shife vetë si është, prapë edhe Viti i Ri po edhe ai s'kam se si. Me shambledhi kanë se smletej. Prapë, mos mund marrë të smjell, urdhës dhe si mjell. Këto janë vetëm një pjesë atyre qindra familjeve që festat i presin me shpresën se dikush do të mendojë edhe për ta, duke zbutur zemrën e duke u ardhur në ndihmë sa e si të munden.